Hapësirë për gabim më nuk ka. Të jesh apo të mos jesh në gjysmë finale, kjo dilemë do të qartësohet pas 40 minuta e fantastike basketbolistike që na presin sonte këtu në palestrin e Pallatit të Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, ndeshjen e 3 dhe vendimtare të serisë çerek finale Sigal Prishtina Vllaznimi. Adrus basketbollit në adresën numër 1 të sportit në Shqiptari, platformën tuaj dhe ton Art Motion, ku do qeni duke na shikun këto qaste Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në çerek finalin e 3 të play-offit midis Bardhë Kaltërve Prishtinas dhe Kuqezimve Gjakovar që po e kërkojnë vizën gjysmë finale ku i pret kampionja aktuale Trepça. Edhe sonte sikur se në dy përballjet paraprake të mrekullueshme të mërkurën e kaluar dhe të shtunën, pra të mërkurën e kaluar këtu në Prishtinë dhe të shtunën në Gjakov në Shaninushi, jemi tandemi, unë Agon Femiu dhe unë Ulpiana Emra. Me vërtet. Nuk ka se si të mungojmë në këtë përballje. Ulpiana, si vjetë përballjet midis Prishtinës dhe Vllaznimit me vërtet kanë qenë një kënaqësi e vërtet e basketbollit, edhe moti kësi rivaliteti nuk kemi po. Unë e kujtoj ato në fund viteve 80-a, prej 87-ës deri në 89-ën, 90-ën me thonë, kur vetë kom qenë lojtar, ka pasur një rivalitet të ngjashëm, por asnjëherë sikur se si vjetë, ku këto skuadra u ndeshën 7 herë duke përfshirë atë finalen fantastike dhe dramatike të Ligës Unike, ku Vllaznimi triumfoi pas vazhdimeve dhe ngriti trofeun e parë pas plot 29 viteve, duke mposhtur Prishtinën pikërisht këtu në këtë palestër me 27 mars ku i bjen para 3 javë. Po agën si vjetë këto dy skuadra janë përballur 7 herë deri tash dhe rezultati përgjithshëm është 4-3 për Vllaznimin. Pra në kuadër të Superligës 2 duelet e zhvilluara në vjesht i fitoi Vllaznimi, duke triumfuar fillimisht në Prishtinë këtu me 28 tetur, në kuadër të Gjirës 7 me rezultat 1-1 me 85, e më pas në Gjakov në vigjilje të vitit të ri më 29 dhjetor, Kuqezinjë triumfuan përsëri duke i shënuar 100 pikë, kësaj radhe ishte 187. Ndërkohë në pranverë në kuadër të Gjirës 21 në kryeqytet, më 14 shkurt për ditën e Shën Valentinit, Prishtina si shënuan fitoren e parë si vjetë me rezultat 85-77. E para se të pësonin në finalin e Ligës Unike, ndërsa së fundit të dielën e 6 pritit në kuadër të Gjirës të 28 dhe të fundit të edicionit të rregullt, Prishtina arriti të marrë një fitore me rezultat të thellë 94-73 në Shaninushi. Ja po shohim edhe shumë figura sonte, Bleri Munishi me bashkëshortën Luljetën, Granit Rugova, komesari Fatun Kurshumliu, Shkelzen Fetio, Artan Qerkini. Pas një kohë të gjatë edhe ish kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti është në mesin atyre që ka ardhur për ta përcjellë këtë ndeshje vendimtare, tha shumë personalitete sonte, jashtëzakonisht edhe Burim Koshi, babai i Atik Koshit, thash shumë personalitete, Bleran Savileci së bashku me Artan Qerkinin, 2 ish bashkëlojtar, Floriani aty, ja Bardhi Strefi dhe sonte Gjoshën Zakorin nuk e kemi. Po është Donte Clarku në vend të Gjoshën Zakorit të shohim se çka ka përgatit trajneri Olmos për sonte, sidoqoftë në atë finalen e Ligës Unike, po i kthehemi me 27 mars po këtë palestër Vllaznimi dhe Prishtina u ndeshën në atë finalen dramatike. Vllaznimi e fitoi një trofe pas 29 viteve, duke ja pamundsu Prishtinës trofeun numër 41, vetmin i cili po i mungon në thesarin e pasur të klubit, apo më mirë të themi thesarin më të pasur të trofeve në historitë basketbollit pavarur kosovar. Prishtina dim që ka 14 titull kampioni, 15 kupat Kosovës, 8 superkupa dhe 3 liga ballkanike. E sfundi agon Bardhë Kaltëri dhe Kuqezinjët u ndeshën 2 herë në kuadër të kësaj serie çerek finale, ku e dim tashmë të dyja skuadrat arritën të marrin fitore para publikut të vet. Çerek finale e parë zhvillua sot një javë, pra të mërkurën e kaluar, dhe gjithashtu ishte shumë dramatike ashtu siç ishte edhe finalja e Ligës Unike, kurse në fund triumfoi Prishtina me rezultat të ngushtë 71-69 për të kaluar në epërsi, pra 1-0 në seri. Po, duelit mërkurës e kaluar me të cilin edhe u hap play-offi, si vetëm ishte mënyra më e bukur për me nis pjesën finale të këtij edicioni, që ishte ndër më interesantit viteve të fundit, e tani do të kemi edhe prezantimin e skuadrave. Vllaznimi paraqitet me kapitenin Atik Koshin,
numër 0 Anton Walker, 1 Arjan Azemi, 2 Ambri Bedra, 3 Trey Anderson, 6 Cingu, Eden Cingu, 9 Jerry Cole Helms, 15 Arbor Sinani, 33 Jason Gjitobo dhe 44 Don Poloshka, me trenerin Jeronimo Sharin dhe ndimësit e ti Dorant Hana dhe Driton Raci, drejtori sportit Shkumbik Nova. Prishtina me kapitenin Fisnik Rugova, 0 Dion Sheqiri, 1 Fatin Shoshaj, 2 Ricky Tarrant, numër 3 Jon Ismaili, numër 5 sonte pra kthehet në skuadër Donte Clarku, 11 Jordan Davis, 12 Rashid Mahalbashish, numër 13 Daniel Lekëndreaj, 17 Norik Binqe, 23 Mohamed Ali Anjeva dhe 33 Olin Carter, trajneri kryesor Paco Olmos, me ndimësin spanjollin po ashtu Facundo Murias dhe ndimësin Albert Sulejmanin, përsa tani do të ngrihemi për intonimin e himnit të Kosovës. Duelit të mërkurës Ulpiana javën e kaluar, pra me cilin edhe hapën play-offin, ishte fantastik që finalja e paru karakterizu me mbrojtjet fuqishme dhe agresive dyja skuadrave. Loja ka qenë me intensitet shumë atë lartë se zakonisht në Super League gjatë pjesës së rregull. Në atë ndeshje vllaznimi pati e përsim prej 14 pikëve në qerekun e parë 28-14, pra kur kishin mbetur edhe 56 sekonda, po në vazhdim, pra me treshën e Janjevës në fund të qerekut të parë, nisi seria fantastike për 20-2 e Prishtinës, e cila në vazhdim në 6 minuta 20 sekundat e para të qerekut të dytë, apo në total dikun rreth 7 minuta e gjysmë, i lejoi vetëm 2 pikë kuqezimve, duke kthy minusin prej 14 në 4 pikë plus për Prishtinën, 34-30. Nga ky moment deri në fund Prishtina në 6 raste shkoi në përsi maksimale prej 4 pikëve, po asnjëherë më shumë, kurse vllaznimi e kthente rezultatin dhe e përsin deri në 5 deri apo 6 pikë, por jo më shumë. Është interesant të themi që në duelin e parë të Prishtinë rezultati u barazua plot 13 herë, ndërsa një fakt që gëzoi më shumti nga ajo ndeshje ishin se figurat kryesore të ndeshjes ishin lojtarët vendor. Në anë të Prishtina, pra ishte Daniel Lekëndreaj, dhe në anën tjetër tek vllaznimi ishte Don Poloshka. Luftëtari i skuadrës pra Daniel Lekëndreaj ishte MVP i ndeshjes me 18 pikë, prej tyre një gjë që nuk ndodh zakonisht, për Lekëndreaj ishte fantastik në treshe, ishte në 4 treshe nga 7 centime, ndërsa i ka shtuar edhe 9 kërcime, e në anën tjetër maestral ishte Don Poloshka, i cili ishte lokomotiv e skuadrës me 17 pikë, gjithashtu edhe ai me 4 treshe duke i shtuar edhe 7 asistime, 3 kërcime, 3 tupa të vjedhur, përkundër faktit që Helms ishte më efikasi me 20.8 kërcime, 4 asistime, megjithatë Jerry i pati 8 tupa të humbur, e më pas i huqe edhe 5 gjujtje të lira,
duke I shënuar vetëm 2 nga 7 Po, te tentimet. Prishtina ndeshjen e parë u dallon 2 fundorët amerikan, Davisi dhe Carteri, që me ardhin e trajnerit Tri Olmos, ai pak e ndryshoi qasjen ndaj lojës duke qenë më agresiv në mbrojtje, më deportueshëm dhe shumë më bashkëpunues me pjesën tjetër skuadrës, edhe Davisi dhe Carteri. Davisi shënoi 16.4 kcime, 4 asistime, Carteri pati 3 kcime, 3 topa të vjedhur në mbrojtje, në sulm kontriboi me 10 pike, 3 asistime. Ulpion, megjithatë, mundemi me konstatu se po të ishin lojtarët e vllazimit më të koncentruar në gjuajtje të lira pasi uqën 8 gjuajtje, nga 23 I shënun 15, sikurse edhe Hellem se gjithë të botë realizonin ato pasimet e mira të Dom Polloshkës në brendi kur hushin nga afërsia, shumë lehtë ka mundur të ndodhë që vllazimi të largohej me fitore. Një fakt që e vrejtëm në ndeshjen e parë ishte strategjia e trajnerit Olmos, I cili në mungesë të Arjan Azimit bëri presion të madh ndaj Dom Polloshkës dhe lojën e bazoi më shumë në lojtar fundor dhe jo në qendrën me Allbashi, sikurse ishte rasti me trajnerët Bilge dhe Sulejmani. Veteranit 36 vjeçar, pra me Allbashish faktikisht koha ju ul nga 36 minuta në 22 duke I dhënë më shumë hapësirë Rrugovës Nxigorit dhe Dion Sheqirit. Në përgjithësi ishte një shfaqje fantastike basketbollistike e cila definitivisht la shihet mrekullueshme dhe kështu ishte edhe në ndeshjen e dytë, edhe më të bukur në një ambient festiv të jashtëzakonshëm në Shaninushi ku ishin grumbulluar mbi 3000 shikues. Edhe ajo ndeshje ka qenë shumë identike me ndeshjen e parë pasi mysafirët startuan super shpejt dhe Sigal Prishtina në pjesën e parë më saktë në minutën e 17 krijoi avantazhin maksimal për 21 pikëve dhe dukej se çdo gjë kishte marrë fund, por sikurse deklaroi trajneri Sharin pas ndeshjes bashkë për ty, nuk përfundon atëherë kur tjerët thonë se ka marrë fund, por kur ai dhe delmoshat e tij thonë se ka marrë fund. Pas pjesës së parë me të kthyer në fushë, e pam një vllazim krejt ndryshe I cili shpërtheu dhe ishte I pandashëm, atë kryesisht duke falenderuar tandemit fantastik Hellem dhe Anderson, që së bashku shënuan 65 nga 90 pikët e vllazimit dhe minusin për 21 pikëve shndruan në plus 17. Ja po e shohim, pra bashkimi e pret fituesin e duelit Ylli-Peja, ndërsa fituesi ndeshjes sonte do t'i bashkohet Trepçës në gjysmë finale. Pra aktualisht seria është e barazuar në 1-1. Jericho Hellem pas një dyshim ka qenë super Ylli asaj ndeshje. Me të vërtet paraqitja e tij ka qenë fenomenale, ku arriti double-double prej 37 pikëve e 10 kërcimeve, duke I shtuar dhe 4 asistime e 1 blokadë. Akoma besoj në këto momente do ta kemi himnin kombëtar dhe do të ngritemi në këtu. Pra, çdo që është e gatshme për ndeshjen është kjo, ja peshe startuese Taran Davis, Allbashish, Lek Ndrejaj dhe Janjeva, dhe në anën tjetër Anderson, Hellem, Skoshi, Gjitobo dhe Don Polloshka. Me vërtet është interesant fakti që trajneri Olmos ka vendosur që sonte të luan me Donte Clarkin dhe ta zëvendësoj Josh Nxigori, I cili realisht në Gjakove pati një performancë mjaft të mirë dhe realisht lojtarët e qendrës janë gjithmonë ata të cilët trajnerët kryesisht preferojnë të imbajnë në roster të tyre, dihet se mund të ndodhin problemet me personale dhe përmendëm edhe ne faktin që me Allbashicit I ka ra ajo minutazha, po ndoshta sonte e ka ndryshuar këtë strategji. Do ta shohim se e ka pa që ndoshta nuk po ecë vetëm me Davisin edhe Carterin. Pra adhurues të basketbollit, është kjo përballja
e 7 direkte midis Prishtinës e Vllaznimit si vjet dhe pas finales së ligës unike përballja më e rëndësishme ndërmjet Bardhë Kaltërve dhe Kuqezinëve, sepse sonte këtu gabimi nuk falet. Kush gabon edhe sonte pëson e ka hasta la vista baby. Përshëndetet nga garat e mëtemit të edicionit të si vjet më kurse fituesin e kësaj serie në gjysmëfinale pre Trepça, kampionja aktuale. Çdo gjë është e gatshme për duelin vendimtar. Topi I parë për Lekëndrejën. Koshi ishte aty pranë Lekëndrejën. Malbashiqi në pick and roll atje për Hellemsin, kërkon Tarant hapsin, tenton dhe në tentimin e parë treshën e qëllon. Atmosfere jashtëzakonshme edhe sonte në palestrën e sporteve në Prishtinë. Polloshka atje e shpëton këtë top, jo, nuk e shpëton. Tarant ik atje, Davis në fakt tenton me ngulit e huq, po s'ka problem sepse te vendi është luftëtari I Shkodran. Hellems me Gjitobon atje lufton luftëtari Shkodran. Daniel Lekëndreja edhe një top I vjedhur. Tenton atje dhe të shohim. Megjithatë të fundit ka luajtur Kuqezin, të shohim kush ishte atje. Apo Hellems pas ka luajtur me këmbë, ka goditur topin. 18 sekonda për sulmin e Prishtinës, e cila me një seri të shpejt prej 5-0 në 60 sekondat e para e starton këtë ndeshje të tretë çerekfinale, e cila do të jetë vendimtare fituesi sot. Sa bukur atje, Mahalbashiq asiston dhe Davis realizon për 7-0. Po shohim edhe sonte presingun ndaj Don Polloshkës. Shpejt lëviz topi, Hellems në kënd atje dhe tentimi përgjigjet në treshe. Hellems I cili ishte fantastik në ndeshjen e kaluar, 37 pikë dhe 10 kërcime, 4 asistime dhe 3 topa të vjedhur I hatashëm. Albashiqi tenton atje me horog mbi Gjitobon, jo kësaj radhe dhe faulli Lekëndrejën e ndalë atje në mënyrë të paliuar Andersonin. Është ky faulli I parë. Treshja referve sonte është Xhelal Mumini, Amar Gjekoviqi dhe Adhe Goçaj, për të cilin sonte është kjo ndeshja e fundit. Ka paralajmëruar pensionimin pas 20 vjet karrierën. Vjen keq që ky djalë po e lën referimin, e ka filluar në streetball apo 3x3 pikërisht tek në ato organizimet para 20 vjetëve. Është zhvilluar si një refer I mirë, fatkeqësisht nuk ja kanë ditë vlerën. Shumë keq po vjen që Adhe Goçaj po pensionohet, po sidoqoftë për këtë një mungesë pasi e dim numrin e vogël të referëve që e kemi gjithsesi, po e shohim Adhe Goçajin, ne urojmë suksese në çfarëdo jetë dhe çfarëdo profesioni që do të vazhdon. Ashtu definitivisht një djalë I mirë, një punëtor I mirë dhe një refer shumë I mirë. Don Polloshka në thellësi atje me Gjitobon, mbrojtje shumë e mirë. Shumë agresiv në mbrojtje agon në këto minutat e para ekipi I Prishtinës. Sidomos edhe njëherë Hellems atje e pasi për çfarë pozite shumë të vështirë. Hellems e qëlloi treshën, ishte I penguar as për dallim nga ndeshja e kaluar kur tentimet për 3 pikë. Bukur atje Hellems përsëri nga një pozitë shumë e vështirë, nga këndi I vdekur atje, tentoj dhe realizoj. Aty ku e ka lënë në ndeshjen e kaluar 7-5. Aty po e vazhdon Sa bukur edhe Mahalbashiqi asiston dhe Janjeva nga këndi përgjigjet me treshe për 10-5. Treshja e dytë e Sigal Prishtinës sonte. Anderson po kërkon atje pick and roll. Opa, sa bukur Andersoni. Gjitobon nuk ja bëri si duhet blokun, edhe Don Polloshka ka të drejtë, shiko, nuk ja bëri blokun si duhet.
Megjithatë Anderson e gjetjat me atë hapin e tij të parë ka të jashtëzakonshëm e detyroi Muhamet Alianjevën që të shkakton personale. Do t'jenë këto dy gjuajtjet e lira të para për Andersonin. E huq të parën, zakonisht është efikas, pa një efikasitet prej 80% nga vija gjuajtjeve të lira Trey Anderson. Herën e dytë Isak dhe afron rezultatin 10-6 në 3 minutat e para. Përshojmë një lojë me intensitet të lartë. Nani edhe Vllaznimi po përgjigjet me pressing zonal në tërë fushën. Të dyja skuadrat, sikurse në ndeshjen e parë javën e kaluar me mbrojtje shumë agresive ka nisë. Çfarë mbrojtje nga Helms, kundër sulmi shpejt, Ati Koshi depërton dhe ndalet me faul. Mbrojtje fenomenale e pa me dhe aty Helms, që nuk është zakoni Helmsit me lujt mbrojtje të fortë. Ja, shikoni atje, nga Janjevës e vjedh të top, kurse Daniele Këndreaj shkakton personalin e dytë. Akon ajo që ka karakterizuar lojën e ekipit të Vllaznimit, mund të themi në të gjitha këto ndeshje të rëndësishme, ka qenë ajo zemra e madhe që e kanë pasur ekipi dhe në çdo cep të fushës do të thotë janë munduar të japin 200% e tyre. Dhe sonte e dinë shumë mirë se sa e rëndësishme është kjo ndeshje, po besoj që edhe sonte, pavarësisht që Prishtina e kemi cekur shumë herë, ka bank më të mirë. Ja pra edhe këtu pranë burim Koshit, babait të atij Koshit është Virtyt Koshi, një prej personaliteteve më të famshme shqiptare në botë, do t'ju flas për te pak më vonë. Janjeva me Mahal Bashishin postin e ult, me Gjitobon e këthente, sa bukur lëvizje mashtruese Janjevës, topi shpejt po lëvizje dhe 4 sekonda për këtë sulm. Davis nuk është duke këshyrë semaforin, po shkon deri në fund, depërton dhe të shofim, a e ka prekur atje? Jo, nuk e ka prekur rrethin. Ka skaduar Koshi, Anderson ka skaduar koha. I fundit me top luan Jason Gjitobo. Dhe moti. Këso atmosfera asë në ligën unike, në finalin e ligës unike nuk ka qenë një atmosferë tillë. Pas asaj atmosfere fenomenale në Shani Nushi, ako normalisht edhe Prishtinasit janë mobilizuar, sonte skuadra ka nevojë për kësi lloj përkraje dhe po shpresojmë që të gjitha ndeshjet në vazhdim t'jenë kështu të stërmbushura dhe pa incidente. Prishtina ka 3 faulla, një faull e ka Vllaznimi. Kosh faul, lojtari me numër 11, Ati Koshi ka shkaktuar personale. Personalja e dytë e Atikut, Mahal Bashishi bukur e sheh atje korridorin, në fakt këtu Jason Gjitobo është faj Jason Gjitobo, i cili nuk e mbylli, nuk e përcolli Mahal Bashishin me kujdes, me vëmendje dhe detyroi kapitenin Ati Koshin që të shkakton personale. Gjuajtjen e lirë e huq, mbetet rezultati 12-8. Edhe në anën tjetër, lojtari me numër 11 shkakton personale është ky Jordan Davis i Prishtinës. Ka plotësuar bonusin Sigal Prishtina, 4 faulla, Vllaznimi ka 2-2, ka shkaktuar kapiteni Ati Koshi, Poloshka. Me njerë vjen presingu ndaj Poloshkës, Koshi, për Helmsin nuk e pason, shkon topin në postin e ult atje të Gjitobo, vjen me ndihmu Tarant, Poloshka e ka bën atje kundër sulmi shpejt, Lek Këndreaj për Tarantin i cili tenton, nuk realizon, Helms lufton dhe Koshi ndalet me personale nga Ricky Tarant. Edhe një herë ke pam situatën. Ricky Tarant ankohet sepse këto që ka prekur topin dhe nuk ja ka prekur dorën nga prapa.
Spjegoj Gjelal Mumini. Ndërsa Agon më bëri përshtypje që trajneri Olmos me njëherë i tha ishte faul dhe e qetësoi Tarantin nga banka pasi reagimi i tij ishte pak më i ashpër në fillim. Gjithsesi trajneri e qetësoi situatën. Edhe një quajtje e lirë saktë Ati Koshit, është kjo pika e tretë e tij, të trija pikët i ka realizuar nga via quajtjeve të lira. Edhe herën e 4, 100% efikas është Atiku sonte. 4 pikë të ti, të gjitha nga via quajtjeve të lira. 12 me 10 afrohet rezultati. Davis, pranë ti është Poloshka, i cili shkakton faul. Personalja e parë e Donit dhe e treta e vllazimit. Jordan Davis, me vërtet një lojtar fenomenal i cili erdhi nga Superliga e Greqisë, Prometheas Patras, edhe një top i vjedhur, mbrojtje e mire Helms dhe Andersonit. Helms depërton, Anderson ja vjedhin topin, çfarë mbrojtje të fuqishme. Davis pranë Gjitoboz realizon për 14 me 10, çfarë deportimi, dhe si duket Helms është lënduar. Të shofim atje. Ufa, Lek Andreaj me gishta në sy, Pahiri. Në anën tjetër është ky shënimi i Jordan Davisit. Në lojë Arjan Azemi, i cilin Gjakova gën pati shumë pak minuta. Vetëm 3 minuta dhe pa treneri që nuk është i përgatitun që pas lëndimit ende nuk mund të hyjë sonte. Do thotë është ndeshje në cilën nuk ka çka të humbë. E ka ruajtur treneri Sharin për sonte dhe të shohim se çka do të bën MVP asaj finales së Ligës Unike. Ishte fantastik dhe një prej lojtarëve vendimtar në atë fitoren e titullit, trofeu të parë pas 29 viteve Arjan Azemi. O fatkeqësisht në ndeshje me Porën me njëherë në vikende për keu këmbër, duke shkelur Gjitobon. Atje blokade Gjitoboz, Mahal Bashiqit, Azemi. Shpejt për Poloshkën, shpejt lëviz topi Ati Koshi, tenton dhe treshën e realizon. Tandemi vendor Poloshka Koshi për kosh treshe dhe 14 me 13 afrohet rezultati në vetëm një, se cila skuadri ka nga 2 treshe. 4 minuta 20 sekonda deri në fund të çerekut të parë. Rugova për Janjevën, Azemi. Hyrja Azemit pak e ndryshoi balansin. Solli një siguri, sa bukur atje Azemi, depërton, nuk shënon, edhe Mahal Bashiq faulin e shkakton, kërcim në sulm. Më ka çka huqe Azemi, depërtimi ishte perfekt. Depërtimi ishte mirë edhe pse po e shohim se është duke kursyer këmbën e tij. Arjan Azemi, ende po mduket nuk është 100% i përgatitur. Nga loja largohon Davis dhe Mahal Bashiqi. Davis i cili momentalisht pra po luan me 4 pikë dhe një top të vjedhur. Mahal Bashiqi 2 pikë, 2 asistime, asnjë kërcim i Mahal Bashiqit deri tash, ndërsa në lojë u inkuadruan Dion Sheqiri dhe Olin Carter inkuadrohen në lojë. Në vend të Mahal Bashiqit dhe Ricky Tarantit, ja aty Kushtri Mushica ish portieri i njohur së bashku me Ferit Zekolin, po them sonte shumë personalitete për të përcjellur të ndeshje vendimtare në kryeqytet. Edhe nesër do të jetë shumë interesant. Në Pumduku 13 qershori do të zhvillohet ndeshja, është ende diskutabile mes Yllit dhe PES, po fatkeqësisht do të zhvillohet pa publik. Pas atij incidentit i cili ndodhi javën e kaluar, Gjitobo barazon rezultatin në 14 me 14.
Tantan Walker është inkuadruar në lojë me të Gjito Boz. Gjatë tani përsëri pressing i Andersonit në Donte Clarkun. Po shohin Donte Clarkun pak më i ngurt se zakonisht në udhëheqjen e topit. Sheqiri lufton atje. Faulli Arjan Azemit, normal, sepse e patëm një... Në fakt është faulli Antoine Walker ndaj Fisnik Rrugovës. Aha, okej. Para prakesh do thotë ndodhi. Edhe një herë. Okej, po. Ky është momenti i cilin e pa Xhelal Mumini qartë. Edhe ja, thot Antoine Walker, faji është jemi, unë e shkaktova faullin, e qetësoj situatën Xhelali me shumë përvojë. Ja heqim kapuqin për këtë qetësim të situatës, edhe Walker e pranoj faullin, kështu që ecim tutje. Rezultati 14-14, Rrugova edhe njëherë të Carter, dhe kjo është asistimi i dytë, parës Treshën të Janjeva dhe tash Treshën të Carter, 17-14, Treshja e trete, Prishtinas dhe faull. Gabim në hapa. Po jo, gabim në hapa, në duk që ishte shtyrje, po jo. Trey Anderson ka shkaktuar gabim në hapa. Edhe njëherë Rrugova, bukur e pa atje, e ktheu topin për Olin Carterin. Pra dy fundorët të Amerikanë të cilët erdhën së fundmi në prag të play-offit, kanë përforcuar vim fundore të Prishtinasve. Po e bëjnë dallimin definitivisht, Carter përballë ka Andersonin, Donte Clark deporton, Walker atje tenton ta pengon, Helms më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt. Azemi tenton për 3 pikë, Gjuan nuk realizon dhe Anderson topin e të bon atje jashtë vis, ansore, jashtë ansorës, 3 minuta e 4 sekonda deri në fund, shumë ndërprerje. Paja kjo është duke zgjatë kyçerek i parë, tash 20 minuta, shumë ndërprerje, shumë mbrojtje agresive, ka faulla, 9 faulla deri tash 2 skuadrat. Sa lartë kërceu atje Helms, është ky kërcimi i dytë i tij. 5 pikë ka deri tash Helms. Anderson, por kuqen e tij e përmirëson Walker. Azemi, sa bukur prapa shpinës. Azemi për Walkerin i cili e huq edhe një herë atje, edhe një tentim i huqur i vllazimit. Për Treshe, 5-2 janë tani. Luftojnë atje Rrugova dhe Anderson. Shpin e kthen topin të Sheqiri, cili i pashtu edhe pse 208 cm i gjatë e ka dorën e but. Janjeva lufton atje Azemi për pak sa nuk ja vodhi këtë top. Olmos po çmendet nga nervoza atje, kërkon blokun për të kaluar lojtarët e tij pranë vis fundore. Janjeva largohet nga loja, kthe Davis në lojë. Kërkon atje referi Gjekovic të pastrohet parketi. Ati Korshi dhe Trey Anderson largon, kthehen Poloshka dhe Gjito Boz, një zëvendësim shumë interesant i trajnerit Sharin këto qaste. Kanë netur edhe 2 minuta 12 sekonda deri në fund, 4 sekonda për këtë sulm të Prishtinasve. Carter edhe 2 nga një pozitë shumë e vështirë, tenton edhe ka skaduar koha. Do të rivëhet topi, 2 minuta 3 sekonda, 3 pike përsi pas asaj treshit Olin Carterit në asistim të Rrugovës, 2 asistime të Fisnikut. Azemi me vërtet i jashtëzakonshëm në driblimet e tij. Gjito lufton dhe realizon. Është më masiv dhe ka eksperiencë, afron rezultatin në 17-16. 100 sekonda deri në fund të qerekut të parë, mbrojtje e mirë, po. Të shofim. Një vendim pak
i dyshim. Helms për Poloshkën. Clark është pranë Poloshkës. Walker dhe Rugova përsëri. E fauli Sheqirit. Sheqiri ishte në kosh Dioni. Lufton atje me Gjitobon. Normal Gjitobo është shumë masiv. Ka 135 kg, 212 cm. Një shkëmb i vërtet reprezentuesi nigerian. Në vijnë gjuajtjeve të lira, ka një efikasitet prej 70% Gjitobo. Nga vija gjuajtjeve të lira, sonte e huq tentimin e parë. Po vazhdojnë lojtarët e vllazninit edhe sonte me huqje të gjuajtjeve të lira. 6-2 akon deri më tani. Me të vërtet e kemi thënë. I huq të dy gjuajtjet e lira. Clark, dhe për opa, kjo është faul i Gjitobos, i cili ka pranuar një goditje atje mirë, po e kapi atje Dante Clarkun, i cili është me të vërtet shumë i papërshtatshëm në ato deportimet e tij, shumë është i lëvizshëm, ja edhe një herë. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Clarkun, i cili u kthye në skuadër sonte në përbërje në vend të Josh Nziforit. Do shohim Clark. Në tentimin e parë është Isak Dante Clark, ka një efikasitet prej 78% nga vija gjuajtjeve të lira, një prej ekzekutuesve më të mirë të penaleve tek Sigal Prishtina. Edhe 75 sekonda lojë në çerekun e parë të çerek finales së tretë dhe vendimtare në këtë seri. Fituesi sonte i bashkohet Trepçës në gjysmëfinale. Helms për Gjitobon, një pasim jo shumë i mirë. Azemi e shpëton atëm Gjitobo. Tenton atje Azemi e huq kundër sulmi shpejt. Clark, shpejt lëviz topi e kabim në hapa. Sa bukur lëvizi topi në këtë moment. Time out ka kërkuar Jeronimo Sharin. Shohim edhe një këtë aksionin e Prishtinës, me të vërtet pasime të bukura ishin. Dhe aty ungut pak Olin Carter dhe shkaktoi gabim në hapa. Është ky topi i 6 i humbur i Olin Carterit. 18-16. Po e shofim kërcimet, dominimi vllaznimit në kërcime 10-7, në asistime janë të barabartë në topa të vjedhur 4-2 për Prishtinën. Po shofim aty ku Prishtina është duke dominuar, është shënimi në brendi të trapezit, ndërsa në anën tjetër vllaznimi është më i mirë sa i përket shënimeve nga kundër sulmet. Po paka shumë aty realisht edhe vetë rezultati po flet për dallim me dy duelet e para agon sonte po shohim lojë më ndryshe, lojë shumë e niveluar. Trajneri Olmos megjithatë nuk është i kënaqur me performancën, kërkon duart nalt pra në mbrojtje të lojtarëve të tij, po askush s'po e ndihzon. Të gjithë duart poshtë. Helms, Gjitobon, Helms. Mbrojtje fantastike aty kundër sulmi shpejt. E shpëton këtë top. Fisnik, Rugova e huq, nuk e përmirëson. Davis, edhe një tentim i Rugovës, një karambol i vërtet dhe i fundit Walker. Aj. Çka po ndodh atje? E huqi nën kosh, e kapi topin, kërceu në sulm, e huqi edhe një herë. Davis e shpëtoi
Një karambol i vërtet, shikoni Olmosin. E huqi komplet koshin atje Davis. U pengua nga Walker. Dhe i funit luajti Walker, vendimi drejt i referve, apo do të rishikojnë situatën. Do të kemi rishikim të situatës. Në pyetje ishte rishikimi kohës, edhe sa ka mbetur në semafor, por edhe 7 sekonda, kretë është në rregull. 7 sekonda për sulmin e Prishtinasve, Carter në pasim të Clarkut, tenton nuk realizon Walker për Azemin. Sekondat e fundit, 18-16, çdo gjë e niveluar në çerekun e parë. Azemi depërton derën në fund. E komplikon atje kundër sulmi shpejt, tenton dhe nuk ka shënim. Arjan Azemi e komplikoi shumë atje dhe e humbi topin, betët 18-16. Një qerek i parë me të vërtet shumë intensiv, edhe pse pati shumë ndërprerje, pra 28 minuta një qerek. Do të zgjat goxha kjo ndeshja gënë. Javën e kaluar kemi pasur intensitet shumë më të lartë, pa ndërprerje, pa kaq shumë ndërprerje. Sonte intensiteti i lojës është me të vërtetë i lartë, mirë po mbrojtjet janë edhe më agresive se sa javën e kaluar, po flasim për të mërkurën e kaluar, e këto e dëshmon edhe numri i topave të humbur. Po e shohim 6 topa të humbur i ka Sigal Prishtina, 7 topa të humbur i ka Vllaznimi. Aty ku po dominon sonte Prishtina janë shënimet nga loja, edhe pse efikasiteti është i njëjtë, 35-36. Prishtina i ka 3 treshe të realizuara, në anën tjetër Vllaznimi 2, po aty janë. Agon edhe gjitha statistika do thotë këto të qereku të parë, përkujnë me lojën që e pam gjithçka barabar definitivisht në këto 10 minuta, po japin maksimumin të dyja skuadrat, por edhe po treguan edhe më të kujdesshëm. Normalisht ka ndeshje do të jenë 30 minuta goxha të gjatë, duke marrë parasysh atë që e pam deri më tash. Po, rëndësia e kësaj ndeshje është jashtëzakonshme. Tyre kujtojmë pra shikuesve pas këtyre qerek finaleve, të cilat po luan në 2 ndeshje të fituara, pra gjysmë finalet do të zhvillohen në 3 ndeshje të fituara, pra maksimum 5 ndeshje, kurse finalet do t'i kemi, ja po i shohim edhe më të mirët, ati koshit e Vllaznimi me 7 dhe Jordan Davis me 4 pikë. Mirë po Prishtina i ka lojtarët të cilët e kanë shënimet e balansuara. Tash finalet si vjetë për herë të parë do zhvillohen në 4 ndeshje të fituara, pra maksimum 7 ndeshje.
sikur se ngjashëm sikur se me NBA. Pra atmosfera është fenomenale dhe sonte në Prishtinë, sonte dhe moti nuk ka qenë kështu palestra e mbushur. Ka shumë personalitete shikues që kanë ardhur edhe nga jashtë Kosova dhe sonte janë pjesë e këtij spektakli, i cili vazhdon. Arbër Sinani për herë të parë sonte në lojë, ishte i penguar atje. Ja vjedh topin. Vazhdon sulmi, për pak nuk arriti ta vjedh Arbër Sinani. Shkon për Davisin. Azemi është pranë Davisit, rollingi Davisit për Sheqirin, i cili e huq nga afërsia. Është kjo huqja e trete e Prishtinasve për 2 pikë nga afërsia, 2 herë Rugova dhe 1 herë Sheqiri brenda 2 minutave. Azemi tepërton bukur atje për mrekulli dhe ndalet me personale. Barazon rezultatin 18-18 Arjan Azemi. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë. Arjani është një prej ekzekutuesve më të mirë të gjuajtjeve të lira me 80% të efikasitetit dhe nëse shënon këtë gjuajtje të lirë, do të jetë kjo e përsia e parë sonte e mysafirëve. Reagon me njerë trajneri Olmon se këta në lojë Maldashicin edhe Janjevën. Si edhe Janjevën. Azemi në vjen e gjuajtjeve të lira, do ta prek me dorë atje zemrën, po e ka karakteristik. Gjuan e huq kësaj rade. Clark me pick and roll atje me Maldashicin, i cili lufton dhe ndalet me personale nga Arbër Sinani. Spat qare Arbër pa e ndal, ishte një ndrim i gabueshëm, një mismatch. Qitobo shkoj në Clarkun. Nuk e krijuan atë hapësinën për me kalu njëri pranë tjetrit dhe erdhi deri te ndrimi. Sa bukur atje Davis, e sheh Clarkun e vetmuar, i cili lanson treshën, nuk e realizon. Arjan Azemi. Menjëherë Janjeva pranë Polloshkës ja pamundsoi atë pasimin e parë Arjan Azemit. Helens dhe Azemi. Lëvizje bukur, sa bukur atje Azemi. Ka po bon i jashtëzakonshëm. 4 pikë të tij në start të çerekut të dytë, për e përsinë e parë të Gjakovarve. I ka munguar vllazimit definitivisht. Arjani fantastik, MVP i finales së Unikës. Në anën tjetër fantastik është edhe Davis, i cili atje ka një trash talk apo bisedë me Hellemsin. Barazon në 20-20. Sinani kërkon nga Azemi që t'ja dorëzon topin. Mbrojtje fenomenale e Rugovës dhe Clarkut kundër sulmi shpejt atje. Davis blokohet nga Sinani, por kësaj radhe e përmirëson dhe nuk gabon kapiteni Rugova për 22-20. Të dyja skuadrat me nga një mini seri prej 4 pikëve. Don Polloshka në tentimin e tij të parë për 3 pikë sonte nuk realizon. Është interesant, deri tash Doni asnjëherë nuk ka gjuajtur prej asnjë pozite, është ky tentimi i tij i parë. Clark e kthen te Maldashici dhe asiston për 24-20. E merr pak sa Prishtina kontrollën në këto momente. Pas asaj e përsis parë vllazimit 20-18, 6 pikë. Sinani tenton për 3, nuk realizon. Edhe me njëherë atje bën me dorë Sharini, i thot Andersonit që. Bëu gati me u kthy në lojë. Bukur ai tot Janjeva. Fauli Azemit. I Muhamed Ali Janjevës. Protestoi atje Arjan Azemi, por Goçaj ja shpjegoi që me brylle ka shtyr nga prapa, e pa në shpinë. Dhe mire pa të referi Goçaj.
në loj inkuadrohet Daniel Lekëndrej, në anën tjetër Anderson kthehet në loj në vend Marvor Sinanit, do të jenë dy zhuajtje të lira për Janjevën. Herën e parë nuk realizon, vetet me ato 3 pikë nga ajo treshe të cilën e kishte shënuar në fillim. Herën e dytë është i saktë për 25 me 20, 5 pikë e përsi. Seri e Prishtinës në këto momente. E përsia më e lartë e Prishtinës ka qenë 7 pikë në çerekun e parë. Gjito Bo deporton atje pranë Mallbashiqit dhe Lekëndrejait, kësaj radhe për 25 me 22 realizon Gjito Bo. Ja po i shohim edhe 2 pikëshat e realizuar Mallbashiqi, vetmuar tenton për 3 pikë, nuk realizon kësaj here Helms. Në rolin e playmakerit për Gjito Bon, Anderson shpejt lëviz topi. Anderson dhe Janjeva deporton Poloshka bukur atje. Edhe 8 sekonda Gjito Bon me pick and roll. Ariana Azemi nga 9 metra atje tentoj, nuk realizoj. Gjito Bo lufton me kërcim në sulm. Poloshka i vetmuar tenton dhe treshën e realizon. Dhe rezultatin Don Poloshka e barazon në 25 me 25. Pra e patëm një e përsi prej 5 pikëve të Sigal Prishtinës, e cila pras ati minusi prej 18 me 20 e bëri një seri prej 7 me 0. Mirë po shumë shpejt pra u përgjigj edhe vllazëimi së fundmi me këtë treshe të Don Poloshkës. Është ky tentimi i dytë i Donit për 3 pikë. Herën e parë e huqi, herën e dytë e realizoi. Pra me realizimin e Gjito Bos në asistim të Ariana Zemit parës. Me në vërtet një plus i madh sonte është Ariana Zemi në skuadër, ka marrë përgjegjësim paksa edhe Hellemsit dhe definitivisht në këto momente sa u paraqit Azemi mund të themi ishte faktori kyç që vllaznimi do të thotë po vazhdon të e mban e përsin do të thotë rezultatin baraz, se për pos pikëve edhe me asistime ishte mjaft i mirë në këto momente. Pa dyshim se dy superheroj, superyjet e asaj ndeshjes të shtunën në Gjakov, Helms dhe Trey Anderson, sonte janë skautuar nga trajneri Olmos dhe po e shohin presionin dhe po e ndërprejnë atë vijën e pasimeve që po shkojnë në drejtim të Trey Andersonit edhe Helmsit. Dhe definitivisht faktori, X faktori apo ai jokeri i trajnerit Charling sonte është Ariana Zemi, sepse ja po e shohim edhe Besim Dinën atje me Shpend Ahmetin, pra njëri për vllaznimin, tjetri për Prishtinën. Njëri pranë tjetrit. Tarant është kthyer në lojë, bukur atje Tarant. I kryen vetës hapësim për të gjuajtur, edhe përmirëson topin e shtynte Daniel Lekëndrejaj, i cili në atë treshe të Poloshkës përgjigjet në anën tjetër me treshe për të rikthyer 3 pikë e përsi. Ky çerek i dytë po shkon shumë më shpejt se sa ai paraprak. Foul i lojtarit me numër 11, Davis. Personalja e dytë. Edhe njërë treshja e Lekëndrejit, 3 lojtar me nga 2 personale tani, Davis, Lekëndrejaj dhe Sheqiri. Skuadra e Prishtinës, Helms, për Poloshkën i cili deporton në brendi, për Walkerin, asiston për mrekulli, edhe njërë Don Poloshka, Walker nuk ja qënë huq për 28 me 27. Më pak se 5 minuta lojnë në pjesën e... Qëfar mbrojtje, edhe një top i vjedhur i Hellemsit, i cili shkon në kundërsulm. Mirë po. Rujtje mirë ishte edhe nga Daniel Lekëndrejaj.
mbrojtje mirë nga Daniel Lekëndrej, por Helms shkakton faul pasi e vjedhi topin. Në anën tjetër Daniel Lekëndrej e ktheu atë top të vjedhur, kurse Helms shkaktoi personale. E nëse nuk gaboj, është kjo personale apart po e Helmsit. 28 me 27, 4 minuta e gjysmë deri në fund. Janjeva dhe njëherë i vetmuar tenton, nuk realizon. Walker më i larti në kërcim. Dhe të shohim, është Lekëndrej ai i cili shkaktoi personale. E tash kjo është e lashe për trajnerin Olmos, sepse si e quaj unë luftëtari Shkodran i ka 3 personale. Apo jo, nuk i është regjistruar personale Lekëndrejt. Jo, në fakt është fauli Andersonit, i cili në anën tjetër depërton dhe realizon e rikthen e përsin në anën tjetër për 28 me 29. 4 minuta lojt deri në fund të pjesës së parë. Tarant depërton pranë Poloshkës, fauli Don Poloshkës. Sa po e shohim komunikimin e Donit me shumë simpatik, definitivisht te për simpatik, edhe Olmosi shumë e don. Po, ka përgatitur edhe Tarant, është një djalosh te për simpatik natyrisht, i cili ka fituar edhe trofe me Sigal Prishtinën. Jashtëzakonisht inteligent, një prej basketbolistëve më inteligent në basketbolin e mas luftës. Olmos ato e din, edhe në ndeshjen e parë ka përgatit mbrojtje speciale të Davis dhe Carter. Ja, dhe njëherë Davis depërton deri në fund, pikërisht Davis i cili ndalit në mënyrë të palejuar. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, ka plotësuar bonusin të dyja skuadrat. Mallbashish përsëri ulët, është duke kursyer Mallbashishin me të vërtetë në mënyrë shumë racionale, është duke shfrytzuar e huq. Ja, po e shofim atje ndimsi Facundo Murias, shumë i paknashur me këto zavendësime me Mallbashishi. Që trajneri Olmos dhe Mallbashishi kanë qenë së bashku në Spanjë, po edhe në Meksiko ku kanë fituar edhe trofej, po nuk e di çka nuk po shkon me ta, diçka nuk është i kënaqur Mallbashishi. Ja, edhe Janjeva largohet. Edhe performanca e tij largohet për të dëshiruar në Gjakova, ishte larg asaj Ati Mallbashishit të cilin e njohim. Ka dhënë deri tash. Edhe 3:48 deri në fund të pjesës së parë. Davis dhe Helms. Uffa, sa bukur me haprapa. Helmsin në një anë e dërgon, shkëputet dhe realizon. Davis duke e kthy rezultatin në 30 me 29. Helms depërton. Nga një pozitë e vështirë tenton, por nuk realizon. Clark më i larti në kërcim. Mbrojtje të mira tani në anën tjetër. Davis edhe njëherë e komplikon, kurse kësaj here Dion Sheqiri e përmirëson dhe rezultatin në 32 me 29 dhe ngrit. Poloshka pranti Tarant, vjen Walker në blok. Blok i dyfisht, atje Sheqiri ndihmon. Bukur për Andersonin i cili depërton, jo e kthen topin te koshi, i cili e huq Davis për toke për Clarkun, i cili e huq e përmirëson përsëri dhe kërkon faul atje Donte Clark dhe Olmos. Kërkon trajneri Pak Olmos që të qetësohet loja, që mos e ngutën, i thot Daniel Lekëndrejt. Aksioni 4, të shohim se cili është kjo aksioni 4. Ricky Tarant do të rivojnë topin për Davisin.
Lekëndreja i shkon në blok atje. Sa bukur atje Depërton. Dhe shënimi pranohet pas ishte aksioni vazhduar. Atje për shofim Don Polloshka me Sharinën. Doni thot që ta sfidoj këtë vendimir, po Sharin e ka pa pak më ndryshe. Ky shënim pranohet 5 pike përsi. 34 me 29 edhe një gjuajtje e lirë Davisit, i cili e huq edhe njëherë huq Davis. Të 3 gjuajtje të lira sonte i ka huqur Davis. 10 pikë të ti. Personalja e Ricky Tarant ndaj Helms. E du t'jenë 2 gjuajtje të lira tashmë. Për Jericho Helmsin vjen Mumini dhe i shpjegon Olmosit. Helms është hera e parë që është në vijën e gjuajtjeve të lira. Në ndeshjen e fundit Jericho Helms ishte jashtëzakonshëm nga vija gjuajtjeve të lira, 11 me 10 në Gjakov. E javën e kaluar këtu në Prishtinë ishte katastrofal 7-2. Ishte përmirësuar dukshëm në ndeshjen e parë. Ja, sonte herën e parë realizon, herën e dytë jo. Është futur më herët në trapez atje Andersoni. Pra ka me ton trapez, se nuk është më trapez, por është drejt këndsh, apo zona e lyme si të doni. 34 me 30. Po ma shkurt edhe ma lehtë e kemi trapez. Pa e kompliku fare të në tim atje, bukur. Sa lartë kërceu Dante Clark për 36 me 30. Edhe 2 minuta e 12 sekonda loj deri në fund të pjesës së parë të kësaj ndeshje vendimtare. Të jesh apo të mos jesh në gjysmë finale. Kush gabon sonte es në shtëpi në Brendi atje. Gabim në hapa. Don Polloshka, mbrojtje e mirë e Dion Sheqirit, presioni i mirë i tij. Dioni po ndihmon, me të vërtet shumë po më pëlqen Dioni se e ka përmirësuar shumë atë ndihmën, po del jashtë, po ndihmon dhe ja pra prikërisht edhe kjo pak Olmos po ndihmon jashtë të lojtarët fundore dhe shumë shpejt po kthehet të mbrenda. Ja, pick and roll. Bloku i 2 fisht i kryon hapësin pikërisht Dion Sheqiri, i kryon hapësin Ricky Tarantit dhe kjo është e përsia më e lartë sonte prej 9 pikëve. 39 me 30. E humb këtë top Andersoni, lufton. Gjelan Mumini është duke i spjeguar trajnerit Jeronimo Sharin. Po i thot nëse e shfrytëzon sfidën, po ja spjegon që është i sigurt në vendimin që e ka marrë, por i mbetet trajnerit Jeronimo Sharin që të sfidoj apo jo. Me të vërtet duhet lavdruar sonte mënyrën se si po komunikojnë me trajnerët. Është një ndeshje tensione të larta, me rëndësi të lartë. Jo tensione, po me rëndësi të lartë, cila definitivisht krijon pak edhe tension dhe këte po e menaxhojnë për mrekulli. Tari me numër 0 Dion Sheqiri ka shkaktuar faul në sulm. Dhe pikërisht Agon mendoj që ky komunikim i mirë po ndikon edhe në qetësinë e lojës, pasi që e dim që komunikimi i referëve me lojtar krijon në momente tensione. Këto e kemi kritikuar
herave të kaluara, ja edhe një personale Dion Sheqirit, kjo është e 4-ta e Dionit. Po, personalja e 4 e Dion Sheqirit dhe Mahal Bashiqi i ka 3. Shojmë dyshe Mahal Bashiqi e Sheqiri. Probleme me qendrat e Prishtinës me personale. Nuk e di nëse ka bërë punë të mirë që e ka lënë të pushon sonte Gjoshën Zikorin. Pikërisht të gjë e ceka në fillim të ndeshjes. Pikërisht. Thash që mund të ketë probleme me personale dhe është e çuditshme paksa. Ulpiana i din sene të vëllur basketbollit. Lekëndreja i bukur atje. Megjithatë mbrojtje e mirë, Gjitobo e mbyll korridorin, edhe një usalë vizje bukur atje e Lekëndreja për 41-32. Pika e 7 e Danielit. S'ka huq asgjë. 2 tentime për 2 piki ka qëllu edhe një treshe ka gjujt e ka qëllu 7 pik të ti. 100% perfekt sonte Daniel Lekëndreja në pjesën e parë. Anderson deporton atje mbi Lekëndrejën me tabel, Gjuan nuk realizon, mbrojtje mire Danielit edhe në mbrojtje. Një fakt, zakonisht ako në fakt, po e them këtë që kur lun Daniel Lekëndreja i mirë tek Prishtina, Prishtina po i fiton ato ndeshje. E sonte është një paraqitje e tillë pasi që në Gjakov nuk ishte në elementin e tij Lekëndreja, por të paktën deri më tani çka po am sonte ishte në element të mirë. Për 3 pik, e huqe por i ramësysh Ulpiana që besallon e pak. 4-32 Ariana Zemi për Gjitobon i cili tenton, treshën nuk e realizon. Dhe pjesa e parë me përsin maksimalit të Prishtinës përfundon 41-32. Të dy qerekët e parë i ka fituar Prishtina 18-16 të parin dhe 23-16 të dytën. Nëse shikojmë pra me statistika pas qereku të parë ishin të niveluar, mi po tash për shofim në fakt Vllaznimi ka pas dominim në kërcime, dërsa tash për shofim 23-17 në asistime, pra aty janë 9-8, mirë po, ajo ku Prishtina është duke dominuar definitivisht është kërcimi në sulm dhe realizimi pas kërcimit në sulm 13 me 4 dhe pashtu pikët e realizuara pas topave të humbur, pra points from turnover, apo këto që po e shini këtu points from turnover 11-6 dhe në treshe. Sonte Prishtinasit janë më efikasaj për këtë tresheve 5-3, ato që e përmeni Ulpiana nga gjuajtjet e lira. 9-15, 6 gjuajtje të lira të huqura, po edhe Prishtina i ka 6 gjuajtje të lira të huqura. 2-8. Vetëm 2 gjuajtje të lira të sakta nga Prishtinasit, me vërtet kjo është shumë interesante. Në palesën e tyre të kenë huqje ka të shumë huqje, me gjitha të agon plam një pjesë parë e cila me ndaljen e Hellemsit, ndalje dhe vllaznimin nuk është ai Hellemsi i ndeshjes kaluar, por mos harrojmë se Hellemsi shkëlqeu në pjesën e dytë në Gjakov. Po, ajdin të shpërthem për një herë. Madhrues basketbollit 41-32, një pjesë e parë cilin dominoi Prishtina, vllazimi ishte i ngadalshëm mirë, po aty po janë shumë shpejt po shkojnë në përsi dhe shumë shpejt rezultati po barazohet, po nivelohet. Kanë betur vetëm edhe 20 minuta deri në qartësimin asaj dilemës Sigal Prishtina apo vllazimi kush do t'i bashkohet Trepçës. Pushojnë pak dhe vrapet e vendi për 20 minutat vendimtare.